Merdita. Po. Merdita gjakës, mirë se më ke ardhë. Është mirë se të gjeta. Si e ke emrin? Emnin e kam Islam. Islam, Mirë emnin Mehmedi. Islam Mehmedi. Sa vjeçari je Xhakala? Tash jam 91 vjetë. Në sa vit ke lejë 1934. 4. 4. Ta i bëjnë. Ku ke leje? Në Katullin Shëtov. Pe cëllës familje vje? Familja Krotka. Po. Shkollën fillore, ku e ke kryer? Shkollën fillore ku më rinë prem ke ju. E ne, ke shkollë vjetër. A, Si ishte shkolla në atë kohë kushtet, e ne ka shumë sonte? shkolla në të kohë ishte shumë më e, se ishte më e re. Po. Na mësonte Vangjeli. Vangjell Fida. Ai mi ka mësonu gërmat e para ABC-n Vangjell Fida. Si e kujton atë mësues me parë Vangjellin te? E kujtoj se e ndjej si më i miri edhe tashtin këtë kohë nuk ka ashtu, por paralele shqiptare, e pëtillore deshin. Po. Shumë i realt ka qenë. E ne kishte dashuri në katon vinte kene Shutov, nuk e lejnë të flenë prem. Më i bojnë Macedon diçka, dhe të mori, ma shumë ke familje ime rënte. Kishin lera voda 3 shpej shumë. Aty flinte, aty hante, pente, shkonte, vinte. E me i fjallë ka qenë njeri që ta desh, e ne kemi dash. Ama në fumit na shkuj papa në shkuj. Se ne hikëm, po fat në zhubrin të lojt. Biva, me një kushën ne, a i vinte me mitrelezin, ishte të thyë lufta, e ne vinte me mitrelezin, e ne unë nakbeve. Atë ndaloj, Merdita, me mëgjes një binte ka pak, e i lagët. Dëftoni të mësusit, prindet e ju ku janë, Gjaradini, Gjameti, Gjabrahimi, me tham shkohën për në Gostivar. Si dhe i mrejon, do t'i mresh, dhe i shofish pilak, baba im ka një kohën të vrame, një ditë para kështë e vra kohën, me një kalë të barë të hypët, a i ta disë një Gjaradina. E ne ishte mreja jem patalisht, të fund patalisht ishte mrej. E ne kështë shkohë bashkë. Ta ishte dhoni të relezin fluje. Para sa afronë si va. Ne jemi të vendit, të je për Shqipërije, të hynë në Kostivar, se Kostivar e vaj shlirohu. Dhe gjohë shok, dhe gjohë vlazën, dhe gjohë, do përzihesh me ata, e ne dhe ndryshosh mentalitet atë jutën. E ne hynë gjënë, hynë këta, e ne gjithë shok, mo, të gjithë, hynë brigadët, këta gjonit, hikin për në tetovë, në sharën. Si ishte përfundimi Vangjellit? Kishte një përfundim koraj, undapi jush? Përfundimi Vangjellit ka qenë, o takohu Gostivar në atë katonin patalisht, e ne me i kushurin në imi i refate qunjë, hynë në brigadët, në tetovë. Fëjtin brigadat, këta zripin për sharëj, e ne vinë atë, kur vinë atë, këta ne do të shkullë Lutfikokës, që atë shumë armatimi, jetën linje. Evangjeli me këta nuk ka qesë, Evangjeli në Gostivar. Me Evangjeli një takohu në këtë katonin Tërnoc, Bujanovac, një takohu refatin e pilar ke shef një unë, ju, Evangjeli me thot, teje me refatin një. Po thot, jo merë në brigadat, po të nga grejën për në sërem. E në pia të i nëjsin e ta për në sërem. A u përshëndet Vangjelli me ju, kur nga kushi, e në filluj qaj. I ardhë keq, ha? I ardhë keq që ne për vetë vetën. Zotë qaj, mitralezi nuk e vonë kra pa morë në dur, i qita bukun, në ne i me bënde buku. Qishtë tërmonjin me i ka shpejgjit. Pak bukë thamë sosit. Ta është dhe shkujnë këllona, me të më i me gjyrë bukët përzit, e boni dy qerek,
ja provu bukën, e fejti në setle, E në ones. e lidhi me i ka presh pini, magari a kali kështë marrë, e lidhi, e ne ja fejti. E ne, që ajo ka qenë e pami e fonit, Vinkovci, me refat me im, e jënë gjithë. A i ka qenë brigadë Patshukut, refati ka qenë ka Santovina. A atë në Vinkovci, e flugin e kjetë Muhamet Patshuku. E në refatin e në i bujnë bashkë. Shkuën të që, pi Vinkovci si dalin në Shqica, aty nuk e ka pa Vangjili. Se e majnë me në kritë. Në Banova Jaruga ka një veni katoliki. Në Banova Jaruga këj refati plaguhet. Plaguhet në kohën, e në pjetë e morën në grenë e quj në Split, të shnoshin një. E në ajo ka qenë ma foni luftës. A me Vangjilin, në Shqica pia të i tha nuk kemi pa, në Banova Jaruga, a më ndejet vra, tha e nërmjet Varaždinit e në Shqica, një shenë. Me sa, tha unë kënë rëboj sa, që atë i dhe e dëvra, se në unë kënë qenë në të frontë. Se ram ne me një brigadë, ne brigadë e juën, në Gjermoj. Gjermoj të larkë për i nesh, 2-3 kilometri për i qështëji, na i hop një neve orientimi në gjojon e që, ne e ta 70 vetë qëtët, e ne u gritëm komo. Me duhur një keshra, kishtë ka përsajnë keshë. Ata tha, vesh në u gritëm të njerë në të mëtë. 70 vetë, veç 7 vetë, tha me të në gjallë. Kretë u vranë, disa u plagun, nuk u pa, tha mu vetë. E në më për Spliti, marruj. E që të ka qenë Vangjeli i vrave? A në atë kohë festoheshte festa e 28 nëntorit? Dite, si? Dite flamurit, festoheshte? Dite flamurit e vranë karabinierin atë, shëto festoheshte, e vranë katunarët. A si ishte manifestimi, organizimi? Organizimi që të premkës bojnë trika. Manin me ata, Partizan. me taljant, Italian, po. me taljant, s'kishte partizan këtu. Apo taljant, me ata ishim me balin. Me herë më shqirë të shtajnë propaganda. Për qarë. E në i nozën në mëron 3 kësolla premë. Vetë i nozën shqirë. E në i morën taljant. Një kushura i timin, një plak në katonit, e në një rafat në Ziberit, i thonë, këtë ditë. I më shullën. Në nesër 28 nëndori, ku dhe festuar? Ishte plesh të venqën, dhe festuar në premkë, dhe u bim talionve për konë, ti morim ata 3. E në dhe i rejnë, dhe u bim masëni, e në të ju qipën. Në e mrapa si në zansë. Lironët e bojnë festën, lodrat kresin. Ata prapë talion. E ne në shutet me dolari. Tha bini këti, be tha pi Italia, tha këj dhe vi, në nali, ditën e flamurit. E në të u qipën. Ate flugën e me shilma, më vrapa një patlak në vesh i vau në ti, karabinirit. A më duke në i garonas, po nuk dëftojnë më përda. E në u dërth, u përdërth, neve në flugën aty një qëshëve, kush në mërë të përdërë, u këthejnë prame, ajo më krejsi pushka, po në italian nuk shtejnë dritë, shtejnë do kësolla aqi, sa ti këthit. Ti tremë. Ti tremë, nuk më dhe shënë. Erdhëm ka to një bablagu, ka mos një kalë me poshkë, poshkë shekë, që ka një të mime. E në selimi atemit, plaku menshë. O, Nilo, ku shkon bre? Dhe vaqë katunarve t'i vrasin taljant. Ata kanë erë për Italiet, në vrasin, në nalin flamurin, ditë në flamurit.